Ky djalosh e donte shumë motrën e tij të vogël dhe kur kuptoi se ajo do ta linte përgjithmonë, ai u shkatërrua. Por ndërsa vajza e vogël që po vdiste i përshpëriti fjalët e saj të fundit, ajo la prindrit e saj të dy të tronditur dhe të tmerruar nga zgjedhja e pashoqe që po bënte. Pikat e buta të tingujve të makinerive spitalore mbushën ajrin, ndërsa Jackson Sweeter, 6 vjeç, ishte ulur pranë shtratit të motrës së tij të vogël, Eddie. Dora e tij e vogël shtrëngonte të saj, ndërsa përpiqej të injoronte marrëmendjen dhe lotjen e zakonshme që ishin bërë shoqëruesit e tij të përhershëm. Prindërit e tyre, Matt dhe Sandra Sweeter, qëndronin aty pranë, fytyrat e tyre të shënuara nga shqetësimet që dukeshin se I kishin plakur përtej viteve të tyre. Ata nuk po shikonin vetëm një fëmijë që po largohej. Ata po dëshmonin një ndërthurje tragjike të fatit që I kishte çuar të dy fëmijët e tyre në kufirin e jetës. Eddie Joy Sweeter, 4 vjeç, shtrihej mbi çarçafët e bardhë të spitalit. Energjia e saj dikur e gjallë tashmë ishte zbehur nga tumori agresiv në tru, që I kishte ndryshuar jetën që nga nëntori vitit 2016. E diagnostikuar me gliom difuze pontine intrinseke, një formë e pashërueshme e kancerit në trungun e trurit, Eddie kishte luftuar me guxim përmes 33 raundeve të terapisë me rezatim. Por tani, në qershor të vitit 2018, betejë po I afrohej fundit. Shumë njerëz nuk e dinin që edhe Jackson po luftonte betejën e tij. Ai ishte diagnostikuar me anemia plastike të rëndë, vetëm disa muaj pas diagnozës së kancerit të Eddie. Palca e tij e kockave kishte pushuar së prodhuari qelizat e reja të gjakut, duke lënë atë vazhdimisht të lodhur, të prirur ndaj infeksioneve dhe në nevojë të dëshpëruar për një transplant të palcës së kockave. Ironia mizore ishte se Eddie ishte një përputhje perfekte, por diagnoza e saj me kancer e bënte atë të papërshtatshme për dhurim për shkak të efekteve anësore të trajtimeve. Përmes vizitave të panumërta në spital, motra dhe vëllai ishin bërë ngushëllime dhe forca e njëri tjetrit. Kur transfuzionet e shpeshta të Jacksonit e linin atë të lodhur dhe të zemëruar, Eddie hipte në shtratin e tij spitalor për të parë filma vizatimor bashkë me të. Gjatë trajtimeve me rezatim të Edit, Jackson I mbante dorën dhe I tregonte histori për aventurat që do të kishin kur të shëroheshin të dy. Prindrit e tyre maniteshin se si fëmijët, pavarësisht vuajtjeve, gjithmonë gjenin forcë duke u kujdesur për njëri tjetrin. Sweetert kishin shpenzuar mbi $150,000 për trajtime eksperimentale në Meksik për Edin, ndërkohë që kërkonin një dhurues të përshtatshëm të palcës për Jackson. Dërgja I fëmijëve ishte një përputhje e pjesshme dhe po përgatitej të dhuronte, megjithse mjekët paralajmëruan se një përputhje e pjesshme mbarte rrezishe të konsiderueshme. Koha po mbaronte për të dy fëmijët, por në mënyrë dramatikisht të ndryshme. Të mërkurën më 9 qershor 2018, Sweetert morën lajme shkatërruese. Kanceri I Edit ishte përhapur në pjesën e poshtme të trurit përgjatë shtyllës kurrizore. Trajtimi në Meksik nuk po funksiononte më, ose sepse protokolli kishte ndryshuar, ose sepse tumori ishte përshtatur. Ndërsa përballeshin me këtë lajm të rënd, testet më të fundit të Jackson treguan se gjendja e tij po përkeqësoi më shpejt se sa pritej. Mjekët theksuan se ai kishte nevojë për transplantin brenda javësh, jo muajsh, siç ishin menduar fillimisht. Atë natë, pasi të dy fëmijët kishin rënë në gjumë, Matt dhe Sandra ulën në korridorin e spitalit, duke përshpëritur mes vete, ndërsa përballeshin me vendimin më të vështirë të jetës së tyre. Kemi provuar gjithçka, tha Matt me zërin që I dridhej. Çdo trajtim, çdo provë klinike, ndoshta ka ardhur koha të fokusohemi në të bërë të ndihet rehat. Sandra fshiu lotët nga syt, duke tundur kokën ngadalë. Mjeku tha se edhe nëse vazhdojmë, do t'i blinim vetëm disa ditë, ndoshta disa javë, dhe ajo do të vuante gjatë gjithë kohës, përshpëriti ajo duke shtrënguar dorën e burrit. Ajo meriton të ndihet vetvetja në çfarëdo kohë që I ka mbetur. Të nesërmen në mëngjes ata ulën me ekipin mjekësor të Edit. Doktor Thompson, I cili kishte qenë me ta që nga fillimi, shpjegoi opsionet e tyre me butësi. Kur Matt dhe Sandra shprehën vendimin e tyre për të ndaluar trajtimet, doktori siguroi ata. Është një zgjedhje e bërë nga dashuria. Do të fokusohemi në të bërë Edin të ndihet rehat dhe pa dhimbje, shpjegoi ai. Kjo do t'ju jap juve dhe asaj mundësinë të shfrytëzoni sa më shumë kohë që keni bashkë.
2 ditë më vonë Edi u zgjua duke qenë vetvetja e zakonshme plot jetë, e liruar nga trajtimet e ashpra. Një pjesë e energjisë së saj të dikurshme u kthye. Ajo dhe Jackson kaluan mëngjesin duke parë filma vizatimor, duke ndarë sekrete dhe duke qeshur, pavarësisht sëmundjeve të tyre. Por pas dite, Edi nuk mund të hante më dhe kishte gjithnjë më të vështirë të gëlltiste. Ajo po flinte shumicën e kohës dhe u mor vendimi për ta shtruar në kujdesin e brendshëm spitalor. Jackson refuzoi të largohej nga ajo, madje edhe për transfuzionet e tij të gjakut. Stafi i spitalit, duke njohur situatën e të 2 fëmijëve, organizoi që trajtimi i Jackson të kryej në dhomën e Edit. Ndërsa njëri fëmijë merrte gjak për të mbijetuar, tjetri po largohej ngadalë. Gjithçka ndryshoi gjatë një prej momenteve gjithnjë më të rralla, kur Edi u zgjua. Derisa Jackson i tregonte një vizatim që kishte bërë prej tyre duke luajtur në kopsht, Edi, përkundër dobësisë së saj, papritmas shtrëngoi dorën e tij me forcë të befasishme. "Jack", e thiri ajo duke përdorur pseudonimin e saj të veçantë për të. "Dua të them diçka të rëndësishme." Jackson ju afrua, veshja e tij pothuajse preku buzët e saj. Ajo tha atë që do t'i tmerronte prindërit e tyre dhe do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. "Kur të shkoj", përshpëriti Edi, dhe zëri i saj duke u dëgjuar me vështirësi. "Dua të ndihmoj të bëhesh mirë." Ajo mundi të buzëqeshte lehtë. "Kam gjithë gjakun që të nevojitet, por mami thot që ëngjët nuk ka nevojë për të. Nuk dua që të shkoj kot. Nëse e merr, një pjesë e imja do të jetë gjithmonë me ty." Jackson u tërhoq pak. Fytyra e tij e zbetë u mbush me konfuzion. Motra e tij po buzëqeshte qetësisht pa treguar frikë. "Çfarë do të thotë kur ajo të shkoj? Apo e lë vërtet mua vetëm? Apo e humbas motrën time përgjithmonë?" Duke patur lot në sy, Jackson u kthye tek prindërit e tij. "Mami, tati, Edi thot që don të më ndihmoj të bëj mirë pasi të shkoj, po vërtet do më lër?" Mente Sandra varpuan pranë shtratit të saj, fytyrat e tyre të zbardhura nga tronitja. Ata ende nuk ja kishin thënë Jacksonit se motra e tij kishte vetëm disa ditë për të jetuar, po duket se Edi kishte bërë këtë për ta. Por kjo nuk ishte pjesa më e tmerrshme. Ata kishin pasur konsultime me mjekët për mundësinë e përdorimit të indit të Edit për Jackson pas kalimit të saj, por nuk e kishin diskutuar me asnjërin prej fëmijëve. Si mund ta dinte një 4 vjeçare këtë? "Çfarë të bëri të mendosh këtë, e dashur?" pyeti Sandra me zërin e dridhur, duke i përkodelur flokët vajzës. Sytë e Edit duke se u përqendruan diku larg. "Unë e di që Jacku ka nevojë për ndihmë për të bërë gjak të mirë. Kur të shkoj, nuk do ta kem më gjakun, por ai do ta ketë. E shikoni, kështu do të jemi gjithmonë bashkë." Me dhe Sandra shkëmbyer shikime të shtangura. Fjalët e Edit po thelloheshin në zemrat e tyre. Vajza e vogël nuk po pranon vetëm vdekjen e saj, por po ofronte shpresë për jetën e vëllait. Të nesërmen me dhe Sandra folën me ekipin mjekësor. Testet konfirmuan atë që ata tashmë dinin. Pavarësisht kancerit, palca e kockave të Edit ishte ende një përputhje perfekte për Jackson. Mjekët shpjeguan se vjelja dhe ruajtja e palcës së kockave të saj me njëherë pas kalimit mund të ofronte mundësinë për një transplant që Jackson kishte nevojë me dëshpërim. Ishte një shpresë që u shfaq nga errësira më e thellë. Gjatë ditës tjetër gjendja e Edit u përkeqësua shpejt. Antarët e familjes arritën për t'i thënë lam të mirë, por Jackson nuk e las njëherë anën e saj. Ai mbajti dorën përmes lodhjes së tij, këndoi këngën e saj të preferuar dhe i premtoi se do të bëjë më mirë me ndihmën e saj. Në orët e para të ditës tjetër, rrethuar nga familja e dashur dhe me Jacksonin që ende mbante dorën e saj, Eddie Joy Sweeter mori frymën e saj të fundit. Pakur pas kalimit të saj, ndërsa prindërit po vajtonin, ekipet mjekësore punuan me shpejtësi për të nderuar dëshirën e saj të fundit. Palca e saj e kockave u mor dhe u ruajt dhe planet për transplantin e Jacksonit u vu në lëvizje menjëherë. Fotoja që Met kishte postuar vetëm një ditë më parë, duke treguar Jacksonin që ngushëllonte motrën e tij të vdekur, u bë virale dhe preku zemra të mbar botën. Por pak njerëz e dinin të gjithë historinë, që madje edhe në momentet e saj të fundit, Eddie po mendonte për mënyrën se si mund të ndihmonte vëllain e saj të dashur.
2 javë më vonë, Jackson u shtrua në spital për të filluar përgatitjet për transplant, duke qëndruar në shtratin e tij me arushin e motrës së tij të ndjer. Ai pëshpëriti. Jam gati, Edi. Jam gati të kem një pjesë tënde gjithmonë me mua. Procedura e transplantit ishte ndërlikuar dhe rikuperimi ishte i vështirë. Jackson kaloi javë të tëra në izolim. Trupi i tij duke pranuar ngadalë palcën e kockave të motrës së tij. Gjatë ditëve më të vështira, kur ilaçet anti-hepse e bënin të ndihej keq dhe i dobët, ai u tregonte infermierëve për Edin, për guximin e saj dhe për mënyrën se si ajo ishte bërë angjëlli i tij mbrojtës. Ai mbante një foto të tyre së bashku mbi tavolinën e tij të shtраtit dhe në netët veçanërisht të vështira e mbante atë pranë, duke marrë forcë nga kujtimi i guximit të saj. Stafi mjekësor, i prekur nga historia vëllait dhe motrës, shkonin përtej detyrës së tyre për të mbështetur Jacksonin. Shpesh duke ndarë historitë e tyre të shpresës për të mbajtur shpirtin e tij lart. Me kalimin e kohës, trupi i tij filloi të prodhojë qeliza të kuqe të reja dhe të shëndetshme. Mjekët e quajtën një sukses mjekësor, por Jackson e quajti atë mrekullinë e motrës së tij. Me çdo javë që kalonte, forca e tij u rikthye. Herën e parë që rezultatet e testeve të tij të gjakut pas transplantit dolën normale, Jackson ngriti kokën dhe shikoi tavanin e dhomës së spitalit dhe pëshpëriti. Faleminderit, Edi, dhurata jote funksionoi. Me rikuperimin e Jacksonit, me dhe Sandra luftuan për të naviguar mes dhimbjes së përzierë me gëzim, duke vajtuar për humbjen e vajzës së tyre dhe duke festuar për mirësimin e shëndetit të djalit. Ata gjitën ngushëllim në faktin se dëshira e fundit e Edit jo vetëm që shpëtoi jetën e vëllait të saj, por u dha atyre një mënyrë unike për të mbajtur një pjesë të saj të gjallë. Familja Sweeter mori mira mesazhe nga njerëz në mbar botën që fotoja virale e Jacksonit me Edin i preku shumë. Ata tani filluan të ndanin historinë e plot, jo vetëm për kalimin e motrës, por edhe për dhuratën e pabesueshme të saj. Në shërbimin memorial për Edin, Jackson insistoi të fliste. Me shëndetin e tij që po përmirësohej, ai ndau kujtime për motrën e tij. Edi ishte motra më e mirë që ka ekzistuar, tha ai. Ajo kujdesej për mua dhe kur ishte sëmur, dhe tani ajo vazhdon të kujdeset për mua nga qielli. Një pjesë e saj do të jetë gjithmonë me mua. Pas shërbimit memorial për Edin, familja Sweeter u kthye në jetën e tyre të përditshme, por ata e dinin se do ta mbajnë gjithmonë në zemër kujtimin e saj dhe dëshirën e saj të fundit. Ata filluan të krijojnë një fondacion në emrin e Edit, një mënyrë për të ndihmuar fëmijët që kalonin sëmundje të ngjashme me të, si dhe për të mbështetur kërkimin për të luftuar kancerin dhe për të shpëtuar jetë. Jackson, i cili tani ishte një djalë i shëndetshëm dhe plot energji, bëri gjithçka për të mbajtur gjallë kujtimin e motrës së tij. Ai vazhdoi të rritet, por çdo ditë, çdo arritje e tij, ai e ndjeu praninë e Edit. Ai shpesh vizitonte varrin e saj dhe fliste me të për ndihmën që ajo i dha. Një vit pas vdekjes së Edit, Jackson mori një çmim për shërbimin e tij të jashtëzakonshëm për shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve. Çmimi ishte një joje e përpjekjeve të tij dhe në mënyrë të veçantë për ndihmën që ai kishte ofruar për fëmijët që kalonin sëmundje të rënda. Ai e ndau çmimin me familjen e tij, duke thënë se ishte dhuratë nga Edi që e kishte frymëzuar dhe e kishte mbështetur deri në fund. Matt dhe Sandra, me gjithë dhimbjen e përjetshme që ndjenin për humbjen e vajzës së tyre, ndiheshin krenar për djalin e tyre dhe për trashëgiminë që Edi kishte lënë. Ata e dinin se në çdo moment ajo kishte qenë një hero dhe kishin dhuruar jetën e saj për të shpëtuar jetën e vëllait, duke e bërë atë të ndihmohej dhe të shpëtohej nga një fatkeqësi që mund të kishte marrë një jetë të pafajshme. Dhe kështu, historia e Edit dhe Jackson kaloi përmes viteve, duke u bërë një simbol i dashurisë së paushtruar dhe sakrificës, një histori që do të ishte gjithmonë e ngulitur në zemrat e familjes Sweeter dhe në ata që kishin dëgjuar për të. Në çdo përvjetor të vdekjes së Edit, Jackson i vendos lule në varr, duke i thënë se do ta donte gjithmonë dhe se do të përpiqej gjithmonë të bëjë një njeri që ajo do të ishte krenar për ta parë. Ai do të jetonte jetën e tij për të, duke përhapur dritë dhe dashuri, ashtu siç kishte bërë ajo.